2 prilli, përveç se është dita botërore e autizmit, është edhe dita botërore e librit për fëmijë. Pikërisht mesazhet e kësaj dite u zgjodhen nga Bashkia Shkodër për të dhuruar 80 libra për fëmijët në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, ku zhvillua edhe një aktivitet me fëmijët. Bashkia me këtë rast ka vendosur të dhurojë disa libra për fëmijë, një kontingjenti fëmijësh të qytetit tonë në këtë ditë ndërkombëtare kushtu librit për fëmijë. Kjo me qëllim edukimin dhe rritjen e ndërgjegjësimin për të lexuar sa më shumë libra, sepse mendojmë se kohët e fundit fëmijët janë dhënë më shumë teknologjisë. Ndaj kohën e lirë duhet t'ia dedikojnë librave si një ushqim, të cilin duhet ta marrin bashkë me rritjen, bashkë me edukimin dhe formimin e tyre, pasi çdo libër lë gjurmë tek çdo lexues. Qyteza kujton se Biblioteka Marin Barleti është ndër më të pasurat në vendin tonë me libra, ndaj sa më shumë lexues aq më mirë dhe asnjëherë nuk duhet të ndihemi të kënaqur në këtë drejtim, pasi libri është i pazëvendësueshëm. Gjithsecili prej nesh në këtë sallë apo në këto ambiente të Bibliotekës Marin Barleti ka kujtimet e veta nostalgjike. Edhe pse mundohen të bëjmë shumë aktivitete, asnjëherë s'janë mjaftueshëm, ne asnjëherë s'jemi të kënaqur, gjithmonë duam vetë më shumë e më mirë për fëmijët tanë, sepse janë ardhmja e këtij qyteti. I ftuar në këtë bashkëbisedim me fëmijët ishte shkrimtari i njohur Gjahid Bushati, i cili u ndoq me interesim duke folur për krijimtarinë letrare që u kushtohet fëmijëve, si nga autorët shqiptar ashtu edhe të huaj. Vetë Gjahid Bushati ka shkruar 10 libra për fëmijë dhe njihet gjërësisht për kontributin e tij në këtë drejtim.